Përshëndetje, takohemi në kanalin e YouTube-it Finitlink tashmë për realizimin e një aktiviti në paketresë mbi konfigurimin të rrjetit IPv4 dhe IPv6 për rutimin statik dhe default route. Për të gjithë ato të cilët jeni të rinj në këtë kanal, do t'ju ftoj të bëni subscribe kanalit. Dhe në këtë aktiviti ne do të merremi me konfigurimin statik, default dhe floating statik për të dy llojet e rrjeteve, IPv4 dhe IPv6, ku rutimin statik default dhe floating do ta realizojmë static default do ta realizojmë tek edge router, ndërsa për sa i përket për të dy llojet e rrjeteve IPv4 dhe IPv6, ndërsa për sa i përket rutimit statik dhe floating statik do ta realizojmë në Internet Service Provider 1 për të komunikuar me LAN 1 dhe LAN 2. Po ashtu, do ta merrni të mirëqen sigurisht i konfiguruar Internet Service Provider i 2. Po ashtu do të realizojmë edhe konfigurimin e host routes për të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6 për hostet të cilët ndodhen në LAN 1 dhe në LAN 2 të jenë në gjendje të komunikojnë me host server, të arrin host serverin nëpërmjet një rruge statike të specifikuar pikërisht për atë host. Ndaj, si se shikoni, ky është rrjeti jon ku kemi LAN 1 dhe LAN 2 të lidhur me edge router dhe në këtë aktiviti vihet re që kemi dy internet service provider dhe do të realizojmë konfigurimin statik dhe floating, ku konfigurimi rutimit statik, qoftë ky dhe rutimi default statik, do të jetë rruga primare që do përdoret për të realizuar komunikimin mes rrjeteve, ndërsa rruga float do të përdoret për shtimin e redundancit në rrjet dhe përdoret si rrugë backup. Rruga floating, keni parasysh, përdoret si rrugë backup në momentin që rruga primare bie. Se si realizohet më mirë kalimi i rrugës floating, e cila është backup në rrugë primare, do të bëjmë ca troubleshooting në fund dhe do shohim se si shtohen këto rrugë në tabelën e rutimit. Fillimisht fillojmë me edge router, në të cilin ne do të realizojmë konfigurimin default static dhe default floating static. E aksesojmë. Futemi në nivelin global të konfigurimit. Dhe tashmë në konfigurojmë një rutim default statik për të duke përdorur hapin pasardhës. Duhet keni parasysh se rutimi default statik është përdoret si termi edhe default gateway of the last resource dhe i tregon ruterit ku duhet të dërgoj paketet, në të cilët nuk ka në tabelën e këtij të rutimit një rrugë ekzistuese për të dërguar të dhënat, paketat. Ndaj, përdoret komanda IP route. Sintaksa e duhet keni parasysh se sintaksa e konfigurimit statik është në tre forma, është sintaksa e kompletuar, ku fillon me IP route e shoqëruar me rrjetin destinacion, subnet maskën në rrjetin destinacion, po ashtu edhe me adresën e IP të hopit pasardhës, ku është adresa IP e routerit në ndërfaqen e cila lidhet me routerin në të cilët po realizojnë konfigurimet, dhe pastaj shoqërohet me adresën dalëse të paketave nga routeri aktual për të arritur destinacionin. Forma tjetër është IP route ndjekur nga adresa IP destinacion, subnet maska dhe hopi pasardhës, ose adresa IP IP route, adresa IP destinacion,
subnet maskera i destinacion dhe ndërfaqe kadalëse. Në këtë rast do të marrim hopin pasardhës dhe kur themi që do të shtohet default route, do të kemi parasysh se oktetet dhe subnet maskët do të jenë të gjitha 0 dhe kur subnet maska tregon që është 0, do thotë që nuk ka asnjë përputhje bitesh me adresat IP të rrugëve që ndodhen në tabelën e rutimit. Ndaj, hamburgo, subnet maska 0 dhe hopi pasardhës është pikërisht ndërfaqja e cila lidhet Internet Service Provider me Edge Router. Për të parë këtë ndërfaqe, futemi tek Options, Preferences dhe japim. Është ndërfaqja seriale 00. Seriale 00 dhe është kjo adresa IP. Atëherë futemi e themi hopi pasardhës dhe konfigurojmë edhe floating route. Do të keni parasysh se rruga primare statike do të kalojë nëpërmjet Internet Service Provider 1, ndërsa rruga floating do të kalojë nëpërmjet Internet Service Provider 2. Atëherë IP route do të arrim do të merret adresa IP e serial 001 Internet Service Provider 2. Atëherë edhe është kjo adresa IP 5 dhe do të keni parasysh se rruga floating do të ketë një distancë administrative më të madhe se ajo e rrugës statike. Rruga statike by default e ka 1. Në këtë paket tracer ne e marrim rrugën distancën administrative për floating si 5. Pasi realizojmë konfigurimin, do të pra rritin e IPv4 realizojmë edhe për rritin e IPv6. Dhe themi IP, sintaksa fillon e njëjtë, IPv6, që do po konfigurojmë për rrjetin e IPv6 dhe adresa IPv6 duhet i ketë hektetet 0 dhe gjatësia e prefiksit 0, ka të njëjtin funksion si në rastin e IPv4 dhe do jetë adresat e hopit pasardhës, adresa IPv6 e serial 00 në Internet Service Provider 1. Dhe është 01 ashtu edhe për floating. Dhe tashmë do të kaloj nga serial 001 e Internet Service Provider të 2, ku adresa është pikërisht kjo, dhe do ketë distancë administrative si 5. Është 2. Kjo është për sa i përket konfigurimit rutimit static default dhe floating për në Edge Router. Tashmë do të shkojmë në Internet Service Provider 1 dhe do të realizojmë konfigurimin rutimit statik dhe floating statik për të arritur LANet 1 dhe 2. Edhe në këtë rast do të përdorim Next Hop Router. Enable config terminal dhe me IP route dhe e shpjegojmë në këtë formë. Fillojmë rutimin statik për të arritur rritin 192.168.10.60 me subnet maskën /20.255.255.255.240 me hopi pasardhës ku është nga Internet Service Provider, hopi pasardhës është router Edge Router në ndërfaqe seriale 00. Atë jemi Edge Router në ndërfaqe seriale 00 është kjo. Dhe 10.10.10.2
Po ashtu themi arrim edhe rjetin 192.168.10. 32 me salonazh thesh 27 4 nëpërmjet të njëjtit hop. Tashmë konfigurojmë floating dhe themi arrim destinacionin, por floating në këtë rast do ta realizojmë me anë të sintaksës së rritit direkt të lidhur, ku në këtë rast ne do përdorim ndërfaqësin dalëse, ku për të arritur rrjet lan njëshin, ne do kalojmë nga Internet Service Provider i dytë dhe ndërfaqja e dalja është giga 00. Giga 00 dhe do shtojmë distanca administrative. Po ashtu do rrim lan dyshin nëpërmjet ndërfaqjes giga 00. Shto 0 0. Tashmë realizojmë edhe për rrjetin IPv6, të njëjtën gjë, konfigurimin statik për të arritur LAN 1 dhe LAN 2, po ashtu edhe floating nëpërmjet next hop. Atëherë përdorim komandën IPv6 out për të arritur LAN 1-shin. Është 144 nëpërmjet adresës hopit pasardhës, kur është adresa e serial 00, ku do t'jetë në edge router është kjo adresë. Server 1 RB8 A 1 2. Po ashtu për rrjetin LAN 2 konfigurojmë edhe floating për të arritur LAN 1-shin. Floating do të kalojë nëpërmjet Internet Service Providerit të dytë, do të jetë adresa e ndërfaqjes giga 00 në Internet Service Providerin e dytë dhe është kjo adresa. Po distancë administrative, po ashtu edhe për LAN 2-shin. Tashmë rrjetet do të jenë në gjendje të komunikojnë me njëri tjetrin, po ai çfarë do të bëjmë ne pakërisht është të konfigurojmë the host route. Me anë të konfigurimit të host route, ne duam që hostet të arrijnë të kenë akses me serverin, duke konfiguruar një rutinë statik direkt për në server. Prandaj do të shkojmë edhe një herë tek
routeri dhe do themi IP route, do konfigurojmë një rutim statik për të arritur serverin. Dhe themi adresën IP server 198.0.0.10 dhe duke qenë se duhet të arrijë serverin, duhet që ne shënojmë edhe subnet maskën, kur subnet maska në këtë rast do t'i ketë të gjithë bitet 1, që duhet të përputhen bitet komplet me adresën IP të destinacionit. E themi 255.255.255.5 dhe do të përdorim rastin e directly connect, pra kur themi ndërfaqe dalëse dhe ndërfaqe dalëse është pikërisht ndërfaqja seriale 000 në edge router. Po ashtu konfigurojmë edhe flouting, ku në këtë rast do të lejmë nga ndërfaqet seriale 001 dhe distanca administrative do të jetë 5, sepse do të kalojnë nëpërmjet internet service provider 2. Konfigurojmë edhe projektin IPv6, IP6 route, që është 2001 db8 ai ka kjo dhe 10. Gjatësia përfit të jenë 128, pra dhe gjithë bitet të jenë 1. Dhe me hopin pasardhës, ku hopin pasardhës është adresa e 000 është pikërisht kjo. Që është 2001 db8 a 1. Ashtu edhe backup-i, floating. Dhe kjo tashmë do të arrihet nëpërmjet internet service provider pikërisht në kësaj adresën këtu, që është 2, 1 dhe distanca administrative. Japim një end. Të një dhe gjë japim këto. And e çfarë bëjmë? Përdojmë komandë show IP route për parku. Çfarë kemi si duhet në internet service provider, kemi konfiguruar rutimin statik për të arritur LAN 1 edhe LAN 2 nëpërmjet këtij hopi si hop pasardhës. Po ashtu futemi këtu dhe show IP route. What's that? Show IP. Vjen re që kemi konfiguruar një rutim statik, i cili duke qenë se kemi /32, siç duket është host route dhe arrihet nëpërmjet ndërfaqes seriale 000. Gjithashtu kemi një rutim default static, i cili dërgon rrjetin tek hopi pasardhës. Shojmë dhe show IP 6 route, e njëjta gjë. Pa kemi konfiguruar një rutim statik dhe host route. Ashtu show IP. Tani, ajo çfarë vjen re është se në tabelën e rutimit janë të listuara vetëm rutimet
pike aktive nuk janë të afishuara rutimet floating, sepse tabela e rutimit shton në tabel atë rrugë e cila është momentalisht aktive. Rruga floating nuk është aktive për momentin, sepse është backup. Para se të kalojmë bëjmë verifikë, se të shohim se çfarë ndodh nëse bie linja dhe rruga primare bie, çfarë ndodh me floating dhe me tabelën e rutimit, le të kalojmë tek kompjuteri i parë dhe të tentojmë të shohim nëse arrim serverin. Zgaboj, ishte adresa e serverit. Shohim. Po. Ndërsa nga kompjuteri B do të realizojmë komunikimin me anë të ping me anë të IPv6-s, ku është 1.8. Jetë. Okay. Nga tjetër, dhe të përdojmë komandën crosert për të parë rruga që ndiqet për të arritur serverin. Si duket, kalojmë tek ndërfaqja giga00, pra arrim rutërin e parë, edge router, kalojmë tek internet service provider, njëshi dhe arrim konsumatori. Po ashtu edhe tek landyshi, e njëjta gjë, arrim edge router në ndërfaqen giga01, falni, kalojmë në internet service provider një që aty kalojmë tek customer server. Atëherë çfarë do bëjmë? Do kalojmë tek serial 0 internet service provider. Futemi në nivelin global të konfigurimit. Pasi futemi në nivelin global të konfigurimit, shkojmë në ndërfaqe seriale 000. Atë këtë ndërfaqe i themi shut down. Në momentin që ndërfaqes i themi shut down, kalon administrativi down, duke që bëhet e kuqe, pra bie linje. Dhe le të përdorim komandën show IP route. Shikoni ndryshimin mes kësaj tabele, rutimi, is not set, këtë relacion se nuk kemi në default static. Thuhet që arrihet në këtë rrjetin nëpërmjet të ndërfaqes dardhëse giga00, që thot kalojnë nëpërmjet internet service provider. Ndërsa këtu pak më parë thotë që arrim në këtë rrugë. Ndërkohë kalojmë edhe këtu, linja nga rënd, është konfiguruar rutimi default static. Nëpërmjet këtij hopi, tashmë kalon nëpërmjet internet service provider 2 dhe vjet edhe që tabela e rutimit është habitur tashmë krahasim me tabelën. E njëjta gjë ndodhet edhe për lidhjen e IPv6. Edhe këtu ka ndodhur updatime në tabelën e rutimit që do thotë tashmë aktive është rruga floating, ka marrë përparësinë. Po ashtu le të japim crosert, tashmë rrita arrin të komunikoj, por do vini re merr pak kohë. Do vini re që tash ndryshe nga herë e parë kur kalonte tek internet service provider i parë në faqen serial 001, do kaloj në internet service providerin e dytë në faqen seriale 001. Po ashtu edhe në rastin e rrjetit IPv6 për rrjetin LAN 2. Do thotë rrjeti do kalon nëpërmjet internet service providerin e dytë. Le të shkojmë tek edhe një herë config tab
Futemi në ndërfaqen serialit 0, 0, 0 dhe jam pim në shutdown. Momentin që ne japim shutdown, change state to up, pra bëhet aktive. And japim një show IP route. Vjet re që si bëhet akoma nuk vjet re që u updatua tabela e rutimit, që do thot rruga primare statike që ne konfiguruan mori përparësinë, ndërsa rruga floating kalon përsëri në backup. E njëjta gjë do bëjmë re edhe në rastin e edge router, siç duket tabela e rutimit u updatua. Pra, kjo ishte për sa i përket konfigurimit statik dhe pra rutimit të rrugëve statike dhe default në rrjetin IPv4 dhe IPv6 dhe ca troubleshooting për të parë se si realizohej kalimi i rrugës floating si rrugë primare në tabelën e rutimit. Kjo gjë mund të vjet re edhe në kur bëjmë transert here këtu, ku do vini re që tashmë rruga kalon përsëri nga rruga primare, nga internet service provideri 2, ashtu edhe një paket në rastin e rrjetit IPv6. Pra, kjo ishte gjithçka për këtë paket tracer. Faleminderit që ishit me ne në këtë video. Për të gjithë, edhe një herë për të gjithë ato të cilët janë të rinj në këtë kanal, do t'i ftoja t'i bëni subscribe kanalit dhe nëse ju pëlqeu materiali, ndajini atë më shpejt. Shihemi së shpejti.